A do të dëshironi që transporti me tren të jetë zgjidhja juaj parsorë kur udhtoni? Nëse po, në Ballkan kjo ende mbetet akoma larg. Megjithatë, përpjekjet për modernizimin e transportit hekurudhor kanë nisur dhe ndonse rruga është e gjatë, shpresat ekzistojnë. Pas dekadash neglizhencë, hekurudhat po kthehen në plan të parë në agjendën zhvillimore të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë në tryezë projekte ambicioze që parashikojnë ndërtimin ose modernizimin e qindra kilometrave linja hekurudhore me syt nga transporti i qëndrueshëm rajonal dhe europian. Ndërkohë në Shqipëri po bëhen hapa konkret për ndërtimin e linjës Shkodër-Gjakov, një projekt me 7 stacione dhe një gjatësi prej 105.8 kilometra që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën. Segmenti përfshin 43 ura dhe 14 tunele me një kosto të përllogaritur prej 1.8 miliard eurosh. Ndërtimi i saj mbështetet në studimin e fizibilitetit i cili thekson nevojën për verifikime të mëtejshme teknike për shkak të terrenit kompleks. Ndërkohë, linja Tiranë-Durrës e nisur në vitin 2021 dhe e planifikuar për të përfunduar brenda 30 muajsh, ka pa rritje të kostove nga 69.6 në 110 milion euro dhe vonesa të theksuara. Projekti pritet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa treni do të përshkojë distancën për vetëm 22 minuta. Në Kosovë, modernizimi i rrjetit hekurudhor është përballur me shumë sfida. Megjithë premtimet e qeverive se Kosova do të ketë hekurudha moderne, aktualisht trenat në Kosovë vazhdojnë të qarkullojnë vetëm në 2 relacione, Prishtinë-Hanijelezi dhe Prishtinë-Pej. Hekurudhat në shumë pjesë mbeten të vjetra dhe vende të shkatruara. Ndërkohë Maqedonia e Veriut po synon të rrisë efikasitetin kufitar përmes një projekti të ri hekurudhor në Tabanoc, me financim prej 7.6 milion eurosh nga Berzhi. Synimi është përmirësimi i infrastrukturës kufitare dhe rivendosja e linjës udhëtarëve Shkup-Beograd. Në kryeqytet, autoritetet kanë njoftuar nisjen e ndërtimit të linjës së parë të trenit të qytetit në Shkup, që pritet të hyjë në funksion deri në fund të këtij viti. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka paralajmëruar një bum infrastrukturor hekurudhor me modernizim të linjave ekzistuese dhe rikonstruksion të rrjetit përgjatë korridorit 10. Megjithse me ritme të ndryshme, vendet e Ballkanit po i rikthehen hekurudhës, por infrastruktura aktuale mbetet akoma larg standardeve europiane ku synon të integrohet rajoni.